Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 26 gusht i vitit 2026. Si gjithmonë lidhem nga fundi i botës, nga mbrapatjellit, nga Malajzia, kam bërë mungesa. Sot jam me mikun tim Gjergj Tanasi dhe sot do të flasim për dy gjëra shumë të rëndësishme që kanë ndodhur në Shqipëri javën e fundit, që më bën edhe mua ta thyej atë për pasurinë time dhe të ulem para kompjuterit dhe të bëj këtë video. E para, javën që shkoi, kemi patur një flotile që është nisur nga Italia, të cilët pasi erdhën në Shqipëri, Rama me shumë dinakri i priti pothuajse me lule në Vlorë, nuk bëri atë që bën Netanyahu që i rreth flotilët, dhe pasi i priti me zvëndës ministreshën, që të s'jam gabim, në Durrës, kur shkuan në shesh, zullapët e antiterrorit që kontrollojnë mikrofonin, mirë që nuk i rrahën personat që kishin ardhur të mbështesnin protestën e shqiptarëve dhe që donin të kapnin mikrofonin. Kjo është një. E dyta, do flasim për lajmin e madh që na vjen nga Kosova dje, ku ligjon prokuroria e Kosovës kanë kapur një burr me emrin Fatmir Sheholli, i cili pas ka paguar edhe Milaim Zekën që të botoj lajme që i vinin nga Serbia, dhe qershia në tort është që pasi doli ky lajm, në për portali është hapur një letër sekrete që thuhet i është gjendur Fatmir Shehollit në telefonin e tij, ku thuhet që Serbia do bëjë namin, do ndërtoj xhamira dhe Kosovën do ta bëj Kandahar, në mënyrë që më pas kosovarët e çojnë Turqi. Por këto dy si hariqe të mbaja, do bisedojmë me Gjergjin. Gjergji, e fillojmë njëherë me protestën. Çka ka ndodhur? Atëherë, Rama pikën e dobët, themrën e Akilit e ka marrëdhënie me të kujt. Dhe flotilja i hapte shumë më tepër të lashe se që i hap protesta, që ai tani ka gjetur një modus vendi me protestën, ka përdorur atë që i quaj grupi Shurupi ose mantenxherët, jo menaxherët, mantenxherët e mikrofonit, kurse me flotiljen dhe me faktorin e jashtëm ai ka problem të madh. Siç ka problem edhe me shërbimin sekret gjerman dhe me ambasadën gjermane në Tiranë, që me çdo mjet po përpiqet t'ia grryj varrin, t'ia hapi varrin. Rama kishe disa opsione, mund të përdorte limpet majnë, pra të udhën erë në një nga velierat, mund ta ndihmoni specialist për këtë punë. Në Sarand janë përdorur të tilla limpet majnë në të shkuarën, janë vrarë njerëz dhe është përpjekur të mbulojë sikur shpërthyn bomblat e oksigjenit të zhytësit. Pra përvoj ka, mund përdorë dhe burokracinë detare, të thoshe filan velier nuk ka certifikatën e deratizimit, nuk lejojmë të hyjë se na sjell mi nga Italia në Vlorë. Nuk i përdori këto, u tregu shumë i zgjuar, nuk është mendja Ramës sepse e ka lodhur dhe kokaina trun e Ramës shkret, plus ato problemet që ka pas që në para adoleshencë, problemet mendore. Është mendja dikujt shumë zgjuar, nuk di a është e fugës, a specialistëve të huaj, se Rama importon shumë tru, tru të ndik, po tru të cilësor. Dhe çfarë bëri? Gjeti një renegatet PD-s, ka qenë kandidate këtu për deputetën Durrës, mama vetë ka qenë drejtoresh bashki, dhe e përdori për të regu që njerëzit e protestës janë xahil, është palestinez që s'di gjuhë huaj, këtë ditë shqip dhe italisht relativisht mirë. Protesta ka shqiptar davar refugjatësh ose krysh refugjatësh, ka dhe në italian Terroncello nga jugu, pra është të llumi, kanë ardhur 3 varga me llum italian. Jemi në 2026, jemi në 91-shin, që dhe këto qelbanukët e Leçës të dukeshin wow, këto leçjanët. Kështu që ai arriti sukses mediatik aty, duke i portretizuar protestën si llumin italian, që na erdhi në Vlorë pa hajtë. Vlora e ndotur është, le të ndotet pak. Ndërkohë, goditjen ja dha në demonstratë. Me sa di unë nga kualifikimet që kanë shika si të antiterror sa tonë me në seminar në Herzelia,
apo me 10 ditë ke në Kuantiko ke ajo e FBI-s, Akademia FBI-s, nuk mund të bënin plan dhe ta zbatonin suksesshëm siç e zbatuan. Ndofta unë i nënvlerësoj asetet shqiptare, por edhe aty shoh një dorë specialistësh tuaj. Më kujton ato trajnuesit e mi anglez të kursit antidrogës apo të kursit antiterrorit. Në mënyra e organizimit, mënyra e infiltrimit, mënyra e përdorimit të këtyre aseteve të vjetra të antiterrorit që i përdorin edhe në Londër etj. Shumë interesante kjo. Çfarë u bë? E para nuk i lanë të klasin dhe si i bllokuan me dhunë fizike, po dhe duke vënë grupin e vuvuzelave që besoj se paguhen, nuk nduken si shumë vullnetar, që të rrisin parrullat, mysin zërin e tyre. Kjo është e vjetër, e ka përdorur për herë të parë Hitleri me këshillin e Goebbelsit, me Saad, që myllshin gojën jo vetëm lidhjes luftarëve të kuq të frontit, që ishe organizat paramilitare e Partisë Komuniste, por edhe helmetave të çelikta që ishe djatha nacionaliste gjermane në përmitingjen për kështu. Tjetër, tentuan të jenë super patriot, jo ka prek flamurin etj, kur aty dëgjohet qartë, jam shqiptare, ky është edhe flamuri im, e thot një nga ato aktivistët. Ideja këtu ne ishte na kanë prek flamurin. Te kanë përdorur në 2022, në 4 vjet mrapa shokët antiterrorit, kur gjeta, shfrytëzova rastin që një iranian budalla nga këto të mandës preku flamurin shqiptar, hongri lapër nga dashi ai. Aty unë pastaj kalova nga duart mrapa shpinës, ja vuna durën fyt atyre, si thush i mora si qen rrugësh, sepse u prek flamurin. Pra, kopjojnë 4 vjet me vonesë. Tentuan të rrëzonin, deshi vran etj. Sebepi kanë nxjerrë flamurin LGBTQ në vend të flamurit të këto ishin sjebarukët e PD-s, në vend të flamurit kombëtar. Jo, po e ka pas flamurin palestinez ke çanta. Po zotri, çanta nuk vehet shkop flamurin, që do heqë flamurin kombëtar do vetë çantën. E para kjo dhe e dyta. Tani, mos ta bëjmë këtë PD-s shumë burr, se po të jetë para ashtu, le të heqin nga PD-ja Gazbardin, që e kanë me grada, të heqin e në Bozën, dhe dalin që janë anti-LGBTQ me vepra, jo me fjalë. Mora këto 2 shembuj, mund të merresh edhe shembuj tjerë nga PD-ja. Kështu që nuk po them që Crown Prince, princi trashëgimtar, duket se është LGBTQ. Për kë ke fjalën? Për kë ke fjalën? Crown Prince, unë flas anglisht. Princi kurorës, princi trashëgimtar. Më duket ka nevojë për të ulur në kjo punë. Pra, u përdor gjithë arsenali për ta djegur flotiljen. Disa element që unë i respektoj ke ky grupi drejtues i shoqatës, jo mantenxherët, patën një qëndrim, nuk e di që s'arrit do ta kuptoj. Jo po do ketë parrulla kundra Izraelit. Kollovarit Trumpit. Si ka ky kollovari Trumpit do but? Kushneri, Xheri. Kushneri. Më fal. Ai është armik i Shqipërisë. Ai bashkë me atë pederasin tjetër, si e ka ai që erdhi bashkë me burrën e vet, boni pushimet këtë verë në Shqipëri. Richard Grenell. Grenelli janë pro-serb. Pro-serb të hapët, armik Shqipërisë. Armik e vëlla. Armik ta dun të keqen. Cop. Ai ja futi vjerrit vet të tradhoi kur i vodhën votat. Ai bashkë me Mike Pence në zëvendës presidentin. Tani ai kur ja futi vjerrit vet, ne duhet ta mbrojmë Shqipërinë. Çan këto idiot që janë krye të protestës. Të dashur shok dhe miq idiot. Ai ja futi vjerrit vet presidentit Trump. Ai është dorë e zgjatur e Rothschildve. Tani më fal. Ai është armik i Shqipërisë, armik i kombit shqiptar. E unë mos ja përmend emrin. Një njeri që ja fut vjerrit vet, presidenti i Amerikës, jo na një kështu barbon rrugësh. Nuk do na e fus kanë shqiptarëve, dhe unë mos i përmend emrin. Jo, po se shiko, kupton e di. E kuptoni o shqiptar kush ka dalë në krye të protestës. Ky është problemi. Jo, po do shahet Izraeli. Më fal. Unë e kam bërë gjithmonë një pyetje këtyre zgjebarukëve që janë krye të protestës. Në njëri që kam i farë respekti, se i ka shti 2 pushk për Shqipërinë, unë kam bërë pyetje. Rama po e shet Shqipërinë, se është edhe parrulla Albania is not for sale, pra Shqipëria nuk është për shitje.
Pyetja ime është, kush e blen Shqipërinë? Se dakord më po e shet Rama, po e fal, llokma. Kush e ble Shqipërinë? E ble Olsi, e ble Gjergji, hamër kush e blen? E ble kanë çifutut. Atëherë pse duhet ta përmendim në Izraelin? Pse duhet ta përmendim? Pse duhet ta përmendim atë Jet Bankun që pa fillu mirë veprimtarinë, ka fillu t'i varë kollare njerëzve me të marr malli për Sudën e për Xhaferin, ishte Ledi Sudja dhe Xhaferi isha Lamet Gentlemani, në krahasim me Jet Bankun, kënaqën kur të mashtroshin. Gjergji, kam një pyetje. Si do të përmendim? Ato po na han gjallë. Kam një pyetje. Personi që dëboi me dhunë këta aktivistët italian që të flisnin me protest, është ky personi këtu, Ilir Dedaj, i cili mund shikohet këtu. Jo, ma ai është Gramoz Kasorucaj, me sa shofun. Gramoz Kasorucaj. Është me Gramozin ky që po bën shqiponjën në Iliri, domethënë janë të dy bashkë. Menova se është Gramoz Kasorucaj. Efektiv, Gramoz Kasorucaj. Gramozi me Ilirin. Dhe ky Iliri domethënë që kur ne kemi denoncuar kapjen e protestës që ditën e 5, kur denoncuam grupin e bodyguardëve të Prognit, e Ilir Xhemalajt, ky person në mënyrë të përsëritur është një nga ushtruesit kryesor të dhunës. Më fal, Xhemalajt mora vesh që ka bë autokritik shërbimi sekret turk Miti. Ka bë autokritik, na vari kollare. I pas ka gënjur edhe turqit ai. Po, kanë bë autokritik turqit, na vari kollare, vlla, katunara na dolli jemi ne. Kuptoni tani çfarë them. Ja futi katunari i Muzeqes, i Mallakastrës. Tani ky Ilir Dedaj është personi që është i dokumentuar me kamera që rreth protestuesit. Ky u denoncua nga Zaçe Islami, kur e mori Zaçën zgukthje të hoqi zbap, dhe hoqi dhe nuk e lejonte që të kapte mikrofonin. Dhe ky në sa incidente ky drejton këtë bandën që mban me dhunë mikrofonin. Dhe ky është personi që i hoqi nga podiumi këto vajza që kishin ardhur me flotilën, u prishi atë podiumin. Dhe këtu shihet që ky është në prani të Gramoz Ruçit. Kush është ky person? A është spioni antiterrorit? A është njeriu i Gramoz Ruçit që e ka çuar Gramozi për t'i ruajtur pushtetin Ramës dhe për të mbajtur nën kontroll protestën? Kush është ky person, sipas teje? Ka një gjah. Unë nuk e di kush është ky person, por unë di që grupi italianëve të flotiljes është edhe dikush, e njoh personalisht, e theksoj këtë, i cili ka marrëdhënie të mira me Home Office-in në Britani të Madhe, në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe kam shumë frikë që ai italian është kokder, është akparrës, sikur me qenë nga Mokra, jo nga Italia. Ai do t'i hapi të lashe këtij të patriotit një kërbardh në Angli. Kam frikë se do t'i hapi të lashe në Angli. Ai italiani, unë e njoh personalisht, ai ka marrëdhënie pune me Home Office-in. Se që të lashe unë nuk e di, pa ai është tip akmarrësi. Ai është tip akmarrësi. Ka për të godit të Pelenën në Londër. Besoj se po. Unë kam një dyshim shumë të madh që ky ndoshta punon, nëse nuk punon për antiterrorin, ndoshta e ka çuar Gramozi që ta mbajnë në kontroll protestën. Dhe me këtë që i bëri Rama flotiles, ku në njërën anë në Vlorë dërgoi atë zvënsi ministren që pothuajse i priti me lule. Jo zvënsi ministër, drejtoresh turizmi. Drejtoresh turizmi që e priti pothuajse me lule këta italianë. Dhe i tha mirë se vini etj. Nuk bëri atë që bën Netanyahu. Jo, nuk i priti me lule, ajo talli Edin me ato.
Dhe ishe e E, qëllimshme. po Ajo mirë, palli Edin në atë. po pritja ishte Atë Edin që miqësore. se ka, po. Edi, kush e di nga ishte në ato momente, por pritja ishte, domethënë relativisht miqësore me çfarë pashun. Dhe i thanë atyre, ok, a doni me protestu, hajdeni. Dhe kur shkuan në shesh, në vend që Rama të bënte idiotësinë që bën Netanyahu edhe Pengviri, që të sjell ushtrinë edhe të merr pengë dhe të hidh me tel, doli Ilir Dedaj, që i dëboi nga protesta. Edhe Rama në këtë farë mënyre, për mendimin tim, për opinionin publik perëndimor, i thot perëndimit ja erdhën këta të flotilën, donin të protestonin, dhe i tham shumë mirë hajdeni, po shkuan aty në shesh, i dolën ca nga këta Ponxo Bonxo dhe nga këta halabakët edhe u zun me ata, domethënë çfarë kam unë. Unë domethënë kështu e shoh skenarin. Domethënë unë e shoh skenarin që Rama shpëtoi fytyrën e tij, dhe në anën tjetër ka këtë grupin e Prognit edhe Xhemalajt, edhe Ilir Dedës, që kush guxon dhe hap gojën kundër Kushnerit, kundër Izraelitëve, rrihet në shesh. A është kjo apo jo? A qëndron kjo apo jo? Është fiks kjo, po ky për mua, siç thon slavët, këtë kam për Vlorën, është i grand film. Filmi vjetër, filmi i parë. Unë e kam pa këtë në 93-shin në Bavari, jo vetëm në Munich, po dhe qytetet vogla si Kaufbeuren, Lindau, ku këto nazistët e vjetër, kryesisht të dëbuar nga Sudetenlandi, nga Çekoslovakia, financonin çunat e ri që rrifnin në Turqit, rrifnin Zezaqirit, për t'i tregu që ju jeni Gestarbeit, mos fluturoni, jemi shumë para epokës saj lindores Merkelit, jemi në epokën e Kolit, Edhe policia thotë çfarë faj kemi ne me janë këto çunat e ri që si duan që i rrajnë këto. Financimet vinin nga këto nazistët e vjetër, kontër barone etj etj. Është e njëjta gjë. U jeshin çunat e ri, edhe kur i kapte policia shkonte dikush paguante gjobën avokatin më të mirë, që të them unë në mos të miniu të Lindaut, edhe zgjidheshin problemet. Pra është një eksperiencë që unë e kam pa 33 vjet përpara 93-shin. Biles kam shëtitën e me motorët e këtyne se i vun dispozicion tim të nazistët e vjetër që të më shëtisin e të mbonin. Do më thënë, pra, nga një anë ishin nazistët me kështjella e me ballo me maska, shumë afër me çunin e një feldmarshalit të Hitlerit, që ishe shefi shërbimit sekret ushtarak Gjerman, Bundeswehrit, nga ana tjetër ishin këto Ronxho Ponxho të Moskë që paguheshin për tyre. Do më thënë edhe dashnore të tyre ja pak dhe djatha, si me thënë, e djatha revanshiste, djatha Gjermanët e përzën nga e kerti nga këto qytetet e Sudetenlandit, në Çeki, në kohën e Beneshit, i kun 45-46. Pra, është e një gjë. Pra, për mendimin tim kemi pak a shumë përsëritje të atë që bënte CIA në Evropë me operacionin Gladio gjatë luftës ftohtë. Po jo, Gladio ishe gjë e mençme, kjo ishe kështu burr, kjo është. Po jo, domethënë filozofia ishte kjo me Gladion, domethënë këta komunistët po na shtohen shumë, le të vendosim ca bomba, të vrasim ca njerëz. Jo. Gladio ishe Kosiga, gentleman, burri mençëm, këto janë fundërrina o burr. Mos ma krahaso fundërrinat e Tiranës me Kosigën. Po logjika është e njëjtë, domethënë. Vendos ca halabakër të bëjnë ca krim e thosh s'kam unë gjë ndori kam për këta. Okej, Gjergji, tani do dalim tek tema më e nxehtë që kemi të bëjmë me Fatmir Shefo. Doja të thoja edhe diçka për protestën. Ka i problem. Menaxhimi i protestës. Pritet në shtator të shtohet numri. Me 20-30 bodyguard mercenar të paguar, si ato që rrafën në Zvërnec. Është e njëjta, me ato bluzat e zeza etj që orbitojnë rreth Prognit. Janë me ne një si puna këtij të trimit nga Londra. Po të shkojnë shumë vetë, do jetë problem. Imagjino një skenar hipotetik. Unë në krye të 100 vetëve, që do bëjnë atë që të them unë, do mësym mikrofonin. Që do bëjnë këto 20 vetë? Që do bëjnë bashkë me këtë trimin e Gramoz Ruçit? Që do bëjnë? Që do bëjnë? Unë jam 60 vjeç, në fizik nuk jam, për në truë në zemër jam. Që do bëjnë? Do ikin si lepuj. Qa, do hy antiterrori, do hy policia mbrojtje tyne.
që në këtë moment mbaroi skema. Pra këto që kanë zarat e policisë, që kanë zarat e Edi Ramës. Ai popull pastaj çfarë do bëj kur ta kuptoi që Edi Rama i kishte vënë kollare? Ku do e çoj zemërimin ai? Këto pyetje duhet i bëj vetes Edi Rama, mos shkoj në moment aty në budallëve që orbitojnë rreth tij. Këto llamarina, llamallarët që janë këto. Çfarë do bëjmë? Populli do zgënjehet. Na pason të rriq për hune. Ku do shkoj zemërimi i popullit? Dhe kur them zemërimi ne gratë me kalamojnë në ashtu në karrocë, do bëhen bisha. Domethënë është një lojë shumë rrezikshme që kjo po bën Rama. Do vemi ca progna ne aty, do vemi 20-30 vet me kufjen vesh maskume me pamuke, me filtr, edhe do e menaxhojmë protestën. Është minimallësi, është minimallësi. Kur do shtohen numrat, çfarë do bësh? Kur do shtohen numrat, çfarë do bësh? Sepse një nga matrimat aty kur i doli njëri me thik, iku me vrap, la shapkat dhe përfundoi ke Kali Skënderbeu. La shapkat, matrimi. I surrati shëmtot që është aty, që kujto se ka muskuj. I bëj thirrje atyre oficerëve që janë pranë protestuesve që ta kenë parasysh edhe këtë. Çfarë do ndodhi në moment kur grupi s'do ketë fuqi fizike për ta mbrojtë mikrofonin? Nuk do kryet detyra që i ka vënë antiterrorit dhe Rama. Çfarë do bëj? Do hy policia ti mbrojë ato, do vi Renea ti marrë mbrojtje. Që do bëj? Do përplaset me popullin, nuk flas popull 2000 vet, flas minimum 20000 vet. Se s'ka mo Berish që thoshe ikni se mbaroi protesta. Nuk ka mo Lulush që i merrte nga kryeministria e çote ke parlamenti, që ti lodhte njerëzit. Nuk ka mo një autoritet si Lulushi që kishte prej Berishës dhe Berisha. Këtë duhet ta kuptoj Rama, nuk është protestë që i menaxhon nëpërmjet Berishës. Se po t'jap një 3 lekë ndërtimi unë dhe rregullohemi bashkë. Nuk është kjo. Në moment kur njerëzit do nxehen, nuk ka rëndësi kush do i vej zjarmin. Mund t'je unë, mund t'je shti nga Kuala Lumpuri, mund t'je dikush tjetër. T'ja merrte Menja që i Azem Hajdar që punonte ke galanteria Antropoj do bëj lider i Shqipërisë apo. Ku t'ja merrte Menja? Maksimumi ishte Giço Blushi, i përtham kësaj arkeologji ekologjike që krijoi Ramizalia. Ai ishte maksimumi i liderit. Ku bo Azemi? I zotë di që Azem është mund dalin aty, jo detyrimisht ka Tropoja. I zotë di o bu. Mund vje me qesh, se sa po është ka rënë Rama. Jo po do gjej ca unë nga Curra i Epër, ku unë kam shku me helikopter në prill të 92-shit, dhe i përdor ato në qendër Tiranës me i qik muskuj, këto Tiranës janë kështu çuna mami e goca të rala, do imponohem atyre. E kupton ti me rrëdzu karrosën me kalamoj gruje. E në gruja ma e urë do të bim çantë kokës me, do i qaj. Do i erën sytë. I gara kalamonit. Sa ti haj i krau me çantë do i bi kokës, nga këtyne trimave që rrinë shumë me bluza, që bojnë të fortin. I paralajmëroj ato që nuk ka drek falas. Leku që merret është lek me shumë zarara, i tani është gjyllë, po shtymi qik, po rrim aty, po na lodhen veshët nga fonia, po ja vlen. Ka fillim, po ka dhe fund çdo gjë. E theksoj këtë që Rama në shtator do luaj shumë fort, por instrumentet që i ka shumë të dobët. Mund rrezikoj të shpërbëhet policia më. Thot policia, po pse me këto që na kanë çam Edin gjatë gjithë saj kohe aty këto me zezë do morin mbrojtjen ne? S'do të mbrojnë. Do bëjnë sikur do kryejnë detyrën, do e kryejnë. Ç'do bësh? Do importosh policë nga Izraeli? Ç'do bësh? Sa oficer policie kanë bërë kurs 3 mujor minimumi në Greqi, në Turqi, nuk po them kanë bërë shkollë. Sa do i binden aty ato urdhave të Izraelit? Ha më thuj, sa do i binden? Ato më kollaj do i binden urdhave të njëjë foje të këtyre që kanë studiuar në Turqi, se sa do i binden urdhave të Çoshej, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Çoshej, si a dia se emrin, që ka qenë e prori Zaganit para 20 sa vjetësh. Para një 12 vjetësh, se tash para 20 sa vjetësh. Pra, është problemi. Kalojmë ke Vlora. Te Vlora Hysena e kishe vallë. Vlora, Kosova e njëjta gjë. Okej, Vlora është Kosova, në rregull. Okej, atëherë kalojmë te tema e dytë, te arrestimi, është arrestuar ky besoj, i Fatmir Shehollit, i cili është marrë si i pandehur nga prokuroria
speciale e Kosovës, ku sigur thuhet në materialet që janë ndërtuar janë botuar nëpër media, thuhet që ky Fatmir Sheholli pas ka dhënë 1.000 euro Milaim Zekës për të botuar materialin e përgatitur nga BIA serbe. Janë lëshuar në media disa lajme mbi dosjen e këtij Fatmir Sheholli, ku thuhet që ky Fatmir Sheholli pak a shumë paguhej nga shërbimi inteligjent i Serbisë për të implantuar lajme që e jepte BIA. Por, sigur mos mjaftonte kjo, në lajmet që janë botuar, është sulmuar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, të cilin e sulmojnë dhe diskreditojnë sigurisht e frikacak nga serbët, sikur serbët janë munduar që ta rekrutojnë etj etj. Por mua si islamik që jam, lajmi që më shumë më tërhoqi dhe që duket që është një gënjeshtër, një sajes shumë e trash, është se thuhet që në të telefonin e këtij Fatmir Sheholli, që ka zbuluar një dokument sekret nga Serbia, sipas të cilit Serbia planifikonte që të ndërtonte xhami në Kosovë dhe ta kthente Kosovën në një Kandahar, ku do të ndërtoheshin xhami, medrese në të gjithë vendin dhe kosovarët do të radikalizoheshin dhe pasi të radikalizoheshin, perëndimi do ndryshonte mendje për Kosovën dhe do vendoste që t'ja kthente Kosovën Serbisë, dhe kur të arrije kjo, Serbia do t'i kishte duart e lira të nisi përndjekjen e shqiptarëve në Turqi, mirë po kësaj here jo nëpërmjet forcës, por nëpërmjet udhëheqësve fetar për punësim, duke ju ofruar super kushte për emigrim në Turqi, dhe për këtë Serbia ka marrë dritën jeshile nga Turqia. Domethënë, është një gomarrlik aq i trash, sa që unë nuk e di domethënë kush është ai idiot që ka bërë. Ne kemi biseduar bashkë përpara pak javësh për atë dokumentin e rrem që Lora Hysenaj hapi nëpër mediat e Shqipërisë, sikur Dritan Goxhaj nuk ishte qenë në UÇK, po ishte Dembele etj etj. Dhe më duket me ty kam qenë në video, në analizën që i bëm asaj letre, e treguam që ajo letër ishte shkruar nga shqiptar shqipnie, nuk ishte kosovarisht. Dhe ishte toskërisht të bërë, po. Ishte toskërisht dhe ishte thjesht një manipulim, domethënë nuk ishte i vërtet. Dhe i trash. Dhe ashtu sikur thon kosovarët, e demantuam, si përket në shqip fjala e demantuam. E kundërshtuam, e vëmë në dyshim. S'di kosovarisht. Ashtu sikur neve domethënë e analizuam dhe kundërshtuam dhe treguam që letra që ishte lëshuar mediave për Dritan Goxhajn ishte një mashtrim shumë i trash, edhe kjo letra që i atribuohet telefonit të Shehollit, por mendimin tim është një idiotësi që nuk ka ku të qëndrojë. E para, po e zëm se është i vërtet projekti që Serbia ka kaq shumë fuqi në botën islamike, sa që do ta bindi Iranin, Arabinë Saudite, Katarin, që në çdo rrugicë të Kosovës do ndërtohen nga një xhami e medrese dhe nga një mulla Shefqet Krasni që kemi ne, do prodhoj Serbia me Arabinë Saudite mira mulla Shefqet Krasniqër, edhe do kthehet Kosova në një Kandahar. Domethënë, do dalin shumë mullahër me mjekra, do rrahin gratë, do bëhet nami, dhe pasi kthehet Kandahar, thon këta, Serbia pas ka hyrë në bisedime me Turqinë dhe Erdogani pas ka shkel syrin këtij Vučićit, i ka thënë vetëm bëhet i KG, i ka thënë,
Pastaj gjithë tyre futi fshesën e do t'i marrë baba Erdogani në Ankara edhe në Anadolu se duhen mu të arraun. Domethënë është një idiosi kaq e madhe i që për mendimin tim kjo është edhe më e madhe se sa ajo që u bë kundër Dritan Goxhe. Si e analizon ti këtë letër që këta ja kanë dhënë mendjeve? E para, Sheholli bën pjesë në ato që në Kosovë quhen shqiptarë të ndershëm. Pra, pro-slavëve, spiun të slavëve. Tipik është Baton Axhiu, që gjyshi Batonit spiuni Kraljevinës, pra i mbretënisë serbokratës slovene që bë Jugosllavi, baba Batonit spiun i Oznas dhe më vonë i Udbas, më vonë edhe i SDB-s, ndroshin emër shërbime sekrete të Jugosllavisë. Batoni spiun që student, veç Gjergj Luca ja ka kalu që u rekrutu spiun që në gjimnaz. Çuni Batonit që merr lek nga shiku jon, besoj se i kanë gja babës dhe gjyshit vet, edhe stërgjyshit vet. Çuni Batonit merr lek nga Vlora? Ja Vlora Hyseneti? Po, paguhet nga paret e taksa paguesve shqiptar. Po ky Albatros Rezaj? Duhet pa këtë atimet, se aty mund gjejnë gjurmë, se ke shiku është vështirë, këtë atimet mund gjejnë gjurmë. Okej. Po ashtu mund gjejnë gjurmë edhe kur i të rejë, se këto të rejkin në lek edhe me bank, me aq trukan. Mund, po duhet hulumtuar, nuk flas dot në qesim, duhet hulumtuar. No, një moment, se shiku ka nxjerrë një akt në ligjor apo ligjor që nxori para të kohësh, ku këtyre personave që punojnë në shik nuk do t'i jep të dhënat e tyre, nuk do jepen më në zyrën e tatimeve. E mbaj mend para ca muaj doli ndodhi një komision parlamentar që aprovon këtë. Po, se dolën ato pagat e shqiptarëve, doli gjithë organigrama e antiterrorit dhe e shikut, prandaj. Mirë, nëse na nxjerr Irani apo Ermal Beqiraj apo Gysagasi, nëse na nxjerrin ato busta pagat përsëri. Tani, pra që ky është shqiptar i ndershëm nuk diskutohet. Po Vlora, ky është fakt. Po Vlora e ndershme është, Vlora Hyseni? Vjen nga familje shqiptare e ndershme, nuk e di nëse edhe ajo është shqiptare e ndershme apo jo. Okej, në rregull. Sepse në dijenin time, nga 90-ta e këni, 2 shefa shërbimi sekret të Shqipërisë kanë qenë asetet të Jugosllavisë, lavdi Zotit, njëri prej tyre ka qenë i SDB-s republikane kroate, jo i SDB-s SDB-s federative. Kështu që mund të jetë edhe kjo e treta, nuk është ndonjë çudi e madhe. Flas me kompetencë për gjëra që i di personalisht, jo ma tha njoni ke radhavaj gurit. Tani, problemi është letra, është shumë e trashme. Edhe se u të menojmë që ky Medolli nuk e ka stërvit si duhet bia serbe, është ke niveli i këtij të Nanos, që e kishe ky bullallaj që madhe në celular në legionash sekrete, deri ke në spionët kinez në radhët e policisë shqiptare. Nuk besoj që ky Medolli, që është edhe që bia tjetë ke niveli i Gledis Nanos, që bia serbe tjetë ai që idiote sa Gledis Nano, unë nuk du ta besoj mërti. Që qas mande emrat e qifutve që vishin këtu të Mossadit, deri dhe numrat serial të pistoletave tyre. Nuk besoj tjetë në këtë nivel ky Medolli. Kjo më kujton atë letrën që me Meçeur spioni i CIA-s u gjet me i bibliotek në Buenos Aires, aty që lloj një simpatizant i Shqipërisë, që ja kaloi ambasadorit ton në Buenos Aires, ai ja kaloi Ramiz Ali's dhe shokut Enver dhe domethënë u gjet provë shtesë që Mehmeti është spioni i CIA-s. Domethënë të bish ke niveli 82-shin në 2026 është mjerim. E ti çam kujton mua? Idiotët e sigurimit shtetit që kur u arrestova unë në 90-ën kisha edhe $2 me vete, 2 kartë moneta nga $1, me faturë të rregull që i kishte pagu 1-2 kamion hungarez, me faturë të rregullt, ja ka dhënë CIA amerikane, pra me $2 unë do boja namin. Më kishe ble mu, unë do kanjerë, me $2 CIA, po unë do boja dhe namin durrës me $2. Domethënë ky ishte niveli i sigurimit,
në thelb, ky është edhe niveli këtyre që kanë këtë. Pra me 1.000 euro, që të bësh në Kosovë me 1.000 euro, po? Që të bësh? Mund të shkosh një 2 herë ke këto tallavat me femra që kërcejnë lakuriki dhe kaq. Live nude girls. Kaq. E nuk dia dalin 1.000 euro. Tani, e ka ble Milaim Zekën, mund t'jetë edhe spion Milaim Zekën, s'ka që gjë të keqe. Mund t'jetë në spion e ka ble. Okej, po nuk shitet për $1.000, po. Nuk shitet për aq. Ma men që kemi tallur Edin me Miriam Rajabin dhe me antiterrori, kur i thoja unë, o shok iranian, 1.000 euro është pak, ma qoni 5.000 euro të shpivit. Vle ma shumë 3.000 euro. E tallur me Edin. Po Grida Dumën, kush e ka rekrutuar? Qa është rekrutuar Grida, po? Pas merë me Grida, unë jam burri martu me Kalamoj, nuk merë me Grida. Oke, mbrejve. Nga që kam pa që e merë të meku në ato eventet e saja. Tash, unë jam burri martu, nuk merë me Grida. Oke, mbrejve, dhe dhusme. Normal. Lajmi, do më thënë, kjo letra që është hapur në internet është aqe trash, sa që të heq truni. Shiko që thuat. Krahas operative shqiptare, kontribut më do t'japin edhe njerëzit tanë nga Maqedonia, Bosnia dhe Sërgjak, duke përfshirë romët dhe ciganët, të cilët janë të gatshëm të punojnë për ne. Para herë romë dhe ciganë është e njëjta gjë. Biles në ish Jugosllavi quheshin edhe Oskari, nga që Arrigji. Fjalë për fjalë Oskari do thotë Arrigji, që rrin me Arri. Romë dhe ciganë është e njëjta gjë, e kupton ti? Edhe letra është shkruar me një toskërishte të mirë, perfekte, nuk është në kosovarisht. Si i thonë evgjitit në Kosovë, Ashkali? Më duket se Ashkali, po se kam ide, po s'ka rëndësi më. Romët dhe ciganët, paroj puna. Kurse cigani është Gabeli, apo jo? I themi në Shqipëri. Po, është Gabeli, Arrigjiu, Kurbati, se përdorim edhe Kurbatën. Ideja krijohet që Serbia pas ka bërë një ushtri të madhe me xhami dhe shkolla islamike, dhe kësaj i që nga bashkangjitur edhe romët e ciganët. Jo brenda kosovarës, domethënë që ka bërë deti Kosova pas ka bërë ushtri Serbia me rom cigan, xhamit që kanë bërë kështu domethënë batalione. Po, është e vërtetë që pjesërisht Ashkali dhe ciganët ose Oskarët ose romët ose që të them unë cigot, i ka përdorur Miloševiqi, i ka përdorur për të therrur baktit që u grabiteshin shqiptarët, i ka përdorur për të hap varre ku varroseshin kofomat e shqiptarëve se përtoshin ushtria dhe këto çetnikët serbë me hap varre, i ka përdorur si uzmeqar, si hajdut, është e vërtetë dhe shumë prej tyre paguan faturë për këtë mas çlirimit të Kosovës. Por kjo është shumë e trashmër. Kjo është shumë e trash. Kjo është pjesë e sulmit kundra islamit në Kosovë për kriju zbrasti. Është grupi Ardhmëria, Buduçnosti, Deçanit, ish spion vjetër që rekrutoi që Kalamoj kur ishin antar të lidhjes rini socialiste. E rekrutu spion. Janë njerëz që i ka pas rekrutu, si ka pas inspektor Rasha në Gjakov. Ka vdek me kohë me vakt, besoj se i bitje diku këtë 87-88 vjeç sot inspektor Rasha. Këto janë njerëz më, i rekrutohet pa marru mirë gjimnazin, pa shku në shkollë. Këto njerëz tani dalin të kthehemi ke feja të parëve bashkë me ca priftëri katolik idiot. Priftëri katolik idiot. Edhe unë i pyes të priftëri katolik idiot, o zotri. Atë Shtjefin Gjeçovin, kush e vranë? Myslimon të Kosovës e vranë? Do Marjamin e kishës Zvetirovi, Shënrokut në Novosel të epërme. Ku që morin bisedë informative në Dajak? Që morin bisedë informative? A e mori Supi, kishë ndru emër, Mupi i Kosovës. A e rahët Don Marjanin, se duhet jetë gjallë këtë Don Marjani, besoj, ende. A e rahën ato? Pse mërë priftnit katolikë Kosovës kanë degeneru nga trut, nuk marrin shembull nga prifti Zllakuçanit, që i mulojnë me trup muslimanët shqiptarë. E kupton, kjo është divjeda e dimpera, për qa e sundo. Ti vim shqiptarët hajnë kohën me një tjetër dhe jemi në rregull. Për qa edhe sundo dhe për mua do më thënë kjo është problemi më i madh i
rasti. Jo, por jo, ky është na qallmiku 920 san, që jam mushi menin Azem Bejtës, brasi Zefin e vogël, që pastaj të ngrehet ç'a them unë, malli Gjorgjeviku e ti bi Azem Bejtës. Hamon e ti ngren katolikët e malli Gjorgjevikut të vogël e ti bin Azem Bejtës. Është e vjetër kjo më burr, është e vjetër. Është e vjetër. Që nga pse na rruga i kanë pas këto ide. Për mua e ka zbatu ky Kjazi Malizi Nikolla të blim me korona sermi argjendi austriake këto katolikët e ti përdorëm kundër muslimanëve. Ju deshim zot Serregjit, monsinjor Serregjit, kitej maleve ti thoshe çfarë po boni o debilër. Tani një moment që Serbia ka agjentët e saj në Kosovë, por edhe në Shqipëri, me kile, pa punë, me kile. Por unë këtë letër që është hedhur në media, dhe kjo u hodhë pasi fillimisht u botua lajmi që Milaim Zeka ishte paguar nga ky sheholli. Unë të shoj se do ta kenë bërë njerëz pranë Vlora Hysenajt, dhe kjo letër çfarë bën? Domethënë dhe ato që janë botuar. Ne shohim kush janë sulmuar me rastin e shehollit. E para u sulmua Albin Kurti, ku jepet ideja sikur ai është agent serb. E dyta, janë sulmuar xhamit edhe muslimanët, ku jepet ideja sikur ta punojnë për Serbinë. Dhe ide edhe e Ramës, që po vini islamikët nga po më fal, aty dua të dal, se domethënë kjo letër përshkon të gjithë ideologjinë që Rama ka adoptuar në këto 3 muajt e fundit. Shpall non grata kosovar, shpall non grata shqiptar të Maqedonisë, që janë islamik, që nga partia, ku dëgjon që janë ato partitë vlerën e çfarë janë ato në Maqedoni, dëbo dhe mos nuk lejo këta deputetët e Maqedonisë në Shqipëri, dëbo ato hoxhën me mjekër Bekir Halimin shpall non grata, dëbo Iqbal Hududin. Pra, unë e shoh këtë letër si një letër, se unë e ti kemi PhD-n këtë punë, nga që na ka trajnuar Meku, se ne dim për shembull atë që bëri Meku në 2018-ën, që pretendoi sikur Irani do t'i vriste ata me bombë, domethënë në Shqipëni, që ishte që ti e provove që ishte lajm i rrëm, me ata 2 gazetarë. Do na vriste edhe bombën. Që do vriste Babamondi kishte ftuar me shkrim, me firme, me vul, të vinin iranianët me qëllim që ato të vrisnin Babamondin. Edhe do të them që Meku na ka trajnuar mirë dhe ne tani më e kuptojmë se ne e dim se çfarë bëri Meku në 2018. Krijoi një lajm të rrem, nxori një deklaratë për media, sikur nxjerr Meku, që thotë jo vetëm ajo, më vonë u impliku dhe drejtori i përgjithshëm i policisë, që sot rastësisht është drejtori Kajos me një izraelit rastësisht për koincidencë. Është ai që i shërbente Escobarit Ballkanit si shofer personal. Besoj e mamen, Ardi Veliu që toli edhe tha janë iranianët do na vrasin Babamondin, tani punon për Shimbetin. Domethënë ne e kuptuam. Jo për Shimbetin, për një qytetar izraelit që ka pas qenë në efektiv i Shimbetit, jo direkt për Shimbetin. Domethënë jo për Hoxha Liun, por për Ali Hoxhën. Dhe domethënë ne na ka trajnuar Meku shumë mirë që të kuptojmë se si implantohen në media lajme të rreme, të cilat synojnë që të godasin objektiva tjerë. Me rastin e lajmeve të rreme që Meku dhe Mossadi implantuan në Shqipërinë 2018-ën, u arrit dëbimi ambasadorit iranian dhe një diplomat iranian dhe që kulminoi me mbylljen e ambasadës Iranit. Kurse me këtë rast, unë çfarë shoh është se me rastin e shehollit, sheholli mund të jetë agent i BIA serbe, nuk kemi këtu që ta mbrojmë. Duhet jetë se gjin spionësh është ai, duhet jetë. Po mirë, por se në Kosovë, në vjet kosovar 5 janë spionë. Jo, nuk janë këto raporte, por normal, 100 vjet kolonizim do lente vezët e gjarprit Serbia aty. Ka lënë Serbia aty agent me fas. Edhe po dua të them që rasti i shehollit po përdoret për 2 gjëra. E para, të krijohet
urrëtie në popull për Albin Kurtin, të tregohet sikur Albini është agent i Serbisë, dhe e dyta të krijohet urrëtie për komunitetin musliman. Dhe personat që kanë ndjekur shkrimet e Ramës në Twitter dhe në Facebook në muajt e fundit, ai sulmonte vetëvendosjen, sulmonte besimtarët musliman të Shkupit dhe të Tetovës dhe besimtarët që vinin për të protestuar nga Prizreni dhe Prishtina, ku Rama i shpalli luftë islamit politik, se thoshte janë këta komunistët, është ky islami politik, dhe kuptohet qershia mbitorët është Irani, ku vinte këta ylli patët e çajnë këta Cërni Mirditit e Cërni Dibranët, që të shkruanin që po bëhen namin Iranin në Shqipëri dhe ka ngritur një ushtri të tërë. Dhe unë këtë letër. Harrove Tao Pallën, deputetin Tao Palla që na akuzoi ne të dyve. E ma men Taon? Po Taoja na bëri servan, unë bëri servan të gardës revolucionare. Unë bëri domethënë që unë i shërbej, i bëj temena ati, si e ka emrin ai, Mohsen Rezais, shkoj i çoj pilak për një ditën që shepin i në mod. Edhe duhet të them që unë këtë letër e shoh si pjesë e luftës psikologjike që Rama është duke bërë kundër protestës. Pra unë këtë rastin e Shehollit, unë e shoh, domethënë, nuk e di unë se çfarë po bën prokuroria e Kosovës, nuk kam parë ndonjë dokument zyrtar nga prokuroria e Kosovës që të thuan gjitha akuzat, por kjo letër të intrigon dhe të bën të mendosh që është pak a shumë sikur traktet që bën Meku, që thot ka thënë Hadi Sanikani që ai ka parë Olsin edhe Thanasin që merrte 1.000 euro në muaj nga Irani. Kupton, dhe bëhet një deklaratë anonime, i jepet disa portaleve, kjo merret shumë pishohet, dhe pastaj ne kemi parë filmin Wake the Dog, se si krijohen lajme dhe krijohet histeria publike. Pra, unë me këtë rast shoh që kjo letër që është nxjerrë në emër të Fatmir Shehollit, ne Fatmirin nuk e kontaktojmë dot se me sa diun ai është në burg që ta shpjegon ta është e vërtet kjo letër apo jo, por unë shoh që po bëhet një histeri kundër islamit në Kosovë, dhe kjo histeri unë them që do të përdoret kundra Shqipërisë, jo kundra islamit. Është divjeda e dimpera. Po pra, histeri që do thuhet që po ka një lëvizje nga Serbia me këta islamikët në Kosovë, dhe kemi probleme edhe me këta islamikët e sheshit. Se nëse ke parë edhe shkrimet e këtij Zarit Ramos, ylli Patës, edhe temën e Merovazës, këta edhe këtë flotilën që erdhi për të protestuar, e portretizuan sikur po vinte Hamas në Tiranë. Aty erdhën ca femra majtiste italiane shqiptare që ato shkretën me zi flisnin, ama ata krijuan iden sikur kjo flotilja që po vinte në shesh do bënte namin, do na sillte Hamasin edhe do bëj qameti. Dhe që dalim te pika e parë që pse duam do të ndërpres. Ndër elementet e flotiljes ishte edhe një njeri nga Ancona. Po e parlemëroi kryeministrin Rama mos ço mo alumin të ndotur me radioaktivitet në Ancona. Dakord? Zoti kryeministër thuj doganës, thuj shikut, antiterrorit, leshit, preshit, çka ke leve aty, që mos të çojnë më alumin të ndotur me radioaktivitet nga Shqipëria në Ancona, me origjinë nga Serbia ky alumini. Rame, mos ço më në Ancona, se tani sta myll mo Melonia, me GDF-in, me Pjame Gjale, domethënë me erojen e financës. Nuk ta myll më dot, siç e myllin janar të 2025-s. Mos ço mo alumin të ndotur me radioaktivitet në Ancona. Kaq. Gje ku kishe ke flotilja nga Ancona dhe hetë se flasim. Dhe që të dalë sërish tek analiza e letrës, është se jepet ideja sikur pia serbe kontrollon njerëzit në Bashkitë Islame, në Kosovë, në Sanxhak, të cilat janë në urdhrat e ambasadave serbe, në Zvicër, Gjermani dhe Belgjik, dhe jepet ideja sikur
në Zvicër edhe në Gjermani, ku jetojnë shqiptar të pasur dhe të fuqishëm, që më herët përkrahnin Rugovën, dhe këta tani që kanë mbjedhur me këta islamikët, edhe po bëkan gjithë televizjen e madhe, e cila brenda 20 viteve do ta bëj Kosovën Kandahar. E kupton se çfarë teori konspirative dhe idiot ka qenë personi që e shkruajti këtë? Edhe Nuk është idiot, është e ligë, por lavdi Zotit që është katonar. Po është i trash fare, por është shumë gjë trash, domethënë. Dhe konkluzioni kush jepet që, domethënë, nëse neve nuk i ndalojmë këta islamikët, bëhet fjalë për emigrantët shqiptar, në Gjermani, Zvicër, Belgjik që kanë xhamira, bëjnë këto iftare, kurbane, ceremoni etj. Më të gjithë i jepet sigur këta që kanë xhamira në Zvicër, në Gjermani e Belgjik, me këta që kanë xhamira edhe medrese në Kosovë, po që kanë vënd të gjithë në shërbimin e Serbisë, dhe plani është që për 20 vite, Allahu Akbar, Kosova do bëhet Kandahar, edhe Serbia i kanë mbyllur muhabetet me Turqinë, edhe Erdogan babai është gati t'u ofrojë super kushte për emigrim në Turqi. Më thënë është një idiotësi aq e madhe. Domethënë me i thënë kosovarëve sot, ore hajde se po vjen serbi t'ju çojmë në Turqi, asnjëri nuk do ikin në Turqi, të gjithë do shkojnë në Gjermani, në Zvicër, sigur edhe shkon gjatë luftës. Në Turqi njerëzit s'po kanë të hajnë bukë. Pra, do të them, është një letër që kushdo që ka bërë, që duket ky që e ka nxjerrë këtë letër është pjesë e linjës së Ramës dhe Vlora Hysenajt, që këta Albin Kurtin e kanë hasën dhe duan ta heqin qape, është që, domethënë, konkluzioni im është që rasti i Fatmir Shehollit po përdoret për të goditur armiqtë e Ramës. Rama, domethënë, mendon që vetëvendosja e Albinit po motivon protestat në Tiranë, dhe janë edhe ata që ky spiuni i Pogradecit, si e ka emrin ky shkurta bigjimo, ky Kormilli, spiuni, që thot janë këta xhamillar. Pogradeci, të lutem, është nga Korça. Nga Korça, sorry, se Mondi, Kormilli. Është nga Pogradeci, lutem, mos ma bëj pis liqeni. Okej, fal. Mos e bëj pis Jolin në Pogradeci. Hajde. Fal se fika lullull. Edhe du të them që thot ky Baba Mondi janë këta xhamillarë, thot, e tetova sot që na vinë edhe na protestojnë edhe kundër kryeministit. Pra, unë e shoh të letër si një letër të rreme, si një material që ndoshta grupi i Vlora Hysenajt, apo nuk e di se çfarë Dallkauku është shndrojnë mbrapa Ramës dhe i kanë marrë Ramën, i kanë marrë kontrollin e sigurisë Ramën, që ja kanë nxjerrë mediave, ku me një gur vriten dy zoj. Domethënë Fatmir Shehollin prokuroria mund ta ketë zbuluar që është agent serb, do ta çojnë në burg etj. Po, me rastin e Fatmirit do dasin. Natë nëntën Fatmir Sheholli, relativisht i ri në atë kohë, ishte bythë brek me ushtrinë jugoslave, me policinë jugoslave, kështu që nuk është gjë e re kjo. Me Jugoslavenská vojska. Më fal, ti e di shumë mirë se ne kemi qenë bashkë në Kosovë. Shumë nga këta që dalin nëpër mediat e Kosovës sot, përpara 20-30 viteve, ulërinin pro Jugoslavisë, edhe nga ata që kemi qenë edhe bashkë në televizionet, ti e di. Jo, ka i gja, Sheholli pinte viski ke Hotel Grandi zemër të Prishtinës gjatë okupacionit serb, po flas në 98-ën të paktën. Kështu që ai ishte shqiptar i nershëm, spiun pro serb, vej çat dushti, domethënë. Ai ishte një farë Selim Groshe, po në zonën e shtypit të mediave. Kush është Selim Groshe? Ka qenë një nga spionët më të ndyrë më të qelbër të Kosovës. Po që dinte sa gjëra për këto krerët e QK-s. E qëruan. Kjo ishte komentim, Gjergji, a do shtosh diçka? Dua të shtoj që një lloj si Elisa Spiropali, Vlora Hysenaj është, si të thosh, epigone e Ramës, domethënë liderit global. Ti e mamen që u dekoru nga Ukraina, kjo me shënë Spiropalia. I dhanë atë titull Shënolgës, po. Shënolgë, të riqem. Si e të Kështu që edhe kjo ka dimension ndërkombëtar, vjeti ishe me një
në Libi, do më thënë, Libia vend me 3 qeveri thuajse të njoftura nga ndërkombëtarët, me 300 banda e milicit armatosme, shkoi kjo të jepte mend për sigurinë atje, biles atë generalin që e priti vjet Libi qershore shkarkun ato, ala tabja se si e kisha ai nga këto stekat e vjetra, këto Gedafit, shumë i mëndshur të më thënë, ka qenë djeri ka punu me këtë që humbin avionin në Lockerbie të Skocisë, domethënë, pra kjo e ka një dimension ndërkombëtar, por ke letra mund bë përshtypje gjë. Sulmohet Kurti, s'ka si gjë të keqe, shumë mirë bëjnë që sulmojnë. Mund të jetë thyer nga tortura në burg. Ka njerëz që kanë vdek tortura dhe s'janë thy, ka njerëz që kanë ngel gjallë dhe s'janë thy, ka dhe njerëz që janë thy nga torturat. Edhe serbët për dajak, për stupc, kanë qenë specialistë. Por, aty ka jo, jepet emri një spiuni, pseudonimi një spiuni që do rekrutote Kurtin masi të zbudej nga dajaku, nga stupci. Tani fal. Ku i gjetën këto pseudonimin e spionit? Bia serbe është shërbim sekret i vogël, por serioz. Serioz vëlla. 4 dita që në konit të zihen biros franceze që i trajnonin në vitet 30 serbët. Vishin nga mali i gëndshën francezët, i bëshin spionë relativisht mirë. Paktën për skarkierë ballkanike. E në kjo pas kanë gjetë pseudonimin e personit që rekrutonte në burg. Jo burg Dubrava, se ku isha ne nga Serbia në burg. Dhe rekrutonte në kone Kushtunicës, jo në kone Miloševićit. Se këshera nga fiku në 4 tetor 2000 Milošević. Tani më falë, to di domethënë që por në Kosovë ka një sasi të madhe njerëzish që ka nivel të ulët truri dhe e hanë këtë. Një lloj si në Shqipëri. Bosh shqiponjin me dur, tum flamurin, kjo patriot. Kjo patriot vëlla. Rroft Amerika, kjo patriot. Po të thush që Amerika ka i problem gjirin persik, se gjaku amerikan është i shtrenjtë. Dhe kurse gjaku iranian është i lirë. Si ka mundësi rroft Amerika, rroft për gjaku amerikan mbetet i shtrenjtë. Po të thush këtë, pra në Kosovë dhe në Shqipëri ka një sasi jo të vogël njerëzish që nuk kanë rrudha truri. Që të thush e hajnë, ky po del me flamur, ky po bosh Shqiponjën. Po mirë, po dalën me flamur një 10 metra katror, me vështirësi po do e maj. E unë që e kam super patriot, kurse po dali njoni me 1 metër katror, është 10 herë më pak patriot se mu. E kupton çfarë katonarizmi është ky, çfarë katonarizmi. Dhe me këtë katonarizëm luhet, Lun Carlo Bolino. Po lun Allah se Carlo Bolino kur ishe i kësaj Gazeta del Mezzogiorno rrite hoteleve të Izraelit o burr, kur mbulonte 2006 në luftën e Hezbollahut me Izraelin. Rrite hoteleve në Izrael. Kaq. Unë më mend shumë. Kaq. Edhe nuk fola kot për atë generalin libian, Nuk fola kot, shpresoj që gazetarët italianë të ndihmojnë me lajme pikante si ka qenë prestacion, domethënë sjellja e kësaj Vlorës në atë konferencën ndërkombëtare para në vitin 2025. Inshallah po ndihmojnë ato gazetarët italianë. E me që jemi prapë them, Rame mos çonë mo alumin të ndotur me radioaktivitet në Ancona. I ka dalë era. Do marrësh vetëm qafu burr, mos çonë mo atje. Atë. Okej, Ky është mesazhi. Mbyllim të Kjo është edhe akmarrja ime për mantenxherët e mikrofonit, Rame mos ço alumin të ndodhur me radioaktivitet në Ancona. Kjo është akmarrja ime për mantenxherët e mikrofonit. Do paguash faturë për mantenxherët, kaq. E mbyllim Gjergjo? E mbyllim se kur parlemrova tao pallën veshi xhaket, veshi mes vapës 38 gradë temperaturë me xhaket, tao palla. Me këmishë parfyme, me mangë gjata, serios burr. Mirë Gjergjo, të faleminderit për komentin. Miq, gjithëve ju falenderoj për ndjekjen e kësaj bisede me Gjergjo. Gjithë mirat, selam aleikum.